Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderimet i përkasin Allahut, paqja dhe bekimet Allahut qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim që robi ka nevojë shumë që të pendohet tek Allahu te baraka wa taala. Aq shumë sa që duhet ta bëj si tradit pendimin tek Allahu. Kur robi pendohet tek Allahu, e kënaq Allahun shumë. Madje arrin të mirat e kësaj bote dhe botës tjetër, sepse Allahu kur t'i fal gjunahet dhe kur ta pranon pendimin, ka për të dhënë mirësitë pafundme. Prandaj robi nuk do ta neglizhoj kurrë pendimin tek Allahu. Po edhe Allahu i madhëruar e don shumë pendimin e robit. Aq shumë sa që në shumë ajete e Kur'ani na ka nxitur për pendim. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam po ashtu na ka nxitur që të pendohemi tek Allahu. Allahu i madhëruar thot: Allahu dëshiron që t'u pranoj pendimin juve. Subhanallah. Kur ti pendohesh tek Allahu, Allahu don shumë me ta pranu pendimin dhe ta pranon. Po ashtu Allahu i madhëruar thot: dhe pendohuni tek Allahu që të gjithë o ju musliman në mënyrë që të shpëtoni. Po ashtu Allahu i madhëruar thot: thuaj o Muhammed, robërve të mi, të cilët e kanë ngarkuar dhe stërngarkuar veten tyre me gabime, të mos e shkpusin asnjëherë shpresën nga mëshira e Allahut, sepse Allahu i fal që të gjitha gjunahet. Allahu akbar. Allahu i fal që të gjitha gjunahet. Allahu e pranon pendimin e robit. Prandaj robi duhet kthehet tek Allahu me një pendim të sinqert. Po ashtu dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith të saktë: çdo bir i Ademit është gabimtar. Më i miri i gabimtarve ose i gjunaqtarëve është ai që pendohet tek Allahu te baraka wa taala. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith të saktë: Allahu gëzohet më shumë me pendimin e robit se sa gëzohet robi kur gjen ushqimin e tij me të cilin ai mban veten e tij gjallë. Pra, me këtë ushqim ai mban veten e tij gjallë. Allahu gëzohet akoma më shumë se sa gëzohet ky rob, domethënë për këtë ushqim që gjeti që të mbajë jetën e tij gjallë. Subhanallah. Prandaj o ti robi Allahut, po të them fjalën e Allahut te baraka wa taala, a nuk ka ardhur koha që ti të pendohesh tek Allahu dhe të friksohet zemra? Allahu i madhëruar thot: elem ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. A nuk ka ardhur koha që besimtarve të friksohet zemra nga përmendja e Allahut? A nuk ka ardhur koha ti besimtar që ti kthesh Allahut te baraka wa taala me pendim të sinqert? Sepse po ktheve me pendim të sinqert tek Allahu, pa dyshim se Allahu ka për ta pranuar pendimin tënd. Ktheu tek Allahu xhelle xhelalu. Mos u bëj shkujdesur ndaj mëshirës Allahut, se mëshira e Allahut po shpërndahet me të madhe, por ti po shkujdesesh prej saj. O robi Allahut, mos u shkujdes nga falja e Allahut, se Allahu pret çdo moment me të fal ty. O ti robi Allahut, mos u shkujdes nga mirësitë e Allahut të pafundme, sepse ai pret që robi të përfitojë prej tyre. E ku ka më mirë se sa të përfitosh nga mirësitë e këtij muaji të begat në të cilin ndodhemi. Dhe në këtë muaj neve kemi mundësi të pafundme për na u fal gjunahet dhe kemi mundësi të pafundme për të penduar tek Allahu xhelle xhelalu. Vetëm duhet këmbgulje dhe duhet pak turp prej Allahut, na vit turp prej Allahut xhelle xhelaluhu, se si jemi katandisur, se si jemi zhytur në gjunahe. Allahu na falt, Allahu na përmirësoft, Allahu na udhëzoft, Allahu na pranoft pendimin, Allahu mos na marr shpirtin pa u penduar tek ai, Allahu na dhënë xhenetin e tij. Amin.